Prandaj janë për gjithë hajduta, a? Si? Dënimi tepër. Unë nuk mendoj që ne kemi hajdut, ne kemi nevojtar. Që tu thamë, ne kedi? Sa po vritin kështu? Përse nëse po vitën nga armë legale? Sekund, po për çfarë pa marrë armën ti? Pse s'ka marrën vetan? Unë nuk ka rrob më vrastenik se unë. Pse s'e marr armën unë? Jo. Më mirë preferoj me vrarë, pse sa më vrarën Robin. Po mirë më. Si që nga ajo punë? Çështja jote, s'ka lidhje. Çështja jote, pse s'e marr ti më armën? Jo më kur e kam pas drejt me majt e kam majtës duket sikur çam mungonte. Pse nuk e manxoj më lëviz çfarë armë asherë. Se man kjo armë të vrasin ti kënd po ngacmoj. Po jo mos arma nuk ka vetëm funksion vrasje, arma ka dhe funksion. Arremo borramon mo. Pa, man mor bo. Pa, man mor bo. Më shpjegoni gjë tjetër, pse të shijon shumë ajo gjë e vjedhur? Si u shijon shumë hajdutëve? Unë nuk flas dot se kam provuar ndonjëherë, kështu që unë tërhiqem te kjo pyetje. Artan ti që je ekspert i kësaj gjë. Pse? Si ka mundësi që u shijon gjë e vjedhur? Nuk e di si. Ndoshta është e lam këto pjesën e adrenalinës që analizuam që vjedhin e kështu, por ndoshta edhe është pamund, ndoshta i kanë sfidë që ja ofrojnë vetes. Është konkurenca ndërmjet moshave, domethënë, ky vjedh i kaq, unë vjedh kaq. Po gjithsesi është një gjë pamund, shkurt. Për të arritur diçka njeriu raskapitet natë farfe, sa në fund kur arrin. Dini se po bëhet nami me këto orat e vjedhura, e di si shiten këto, në mes Tiranës shiten këto orat e vjedhura. Vidhen kudo në botë, jo vetëm orat, po çdo gjë. Shiten mes Tiranës. Të shiten mes Romës, nuk shiten mes Tiranës. Po shiten makinat. Problemi policisë pasaj. Mes Romës shiten. Është problemi doganave, kalimi gjërave shtrenjta pa një kod, pa një faturë, është një Dëgjoj Artan, ti që je i vjetër edhe Arbisi që ka lexuar arkivat. Mua më rezulton që ne vjedhjen e kemi pas shef gjatë gjithë historisë. Kështu më rezulton mua. Ashtu, ha? Ne si kaçake kemi fituar bukën e gojës. Me thënë të vërtetën. Lexoj Kutelin, aty ka hajdut dhe u ngrihet edhe im. Lexoj historinë